Ramazan, jemi në ditë të veçanta, në net të veçanta, në momente të veçanta, për të cilat keni dëgjuar shumë prej hoxhëllorëve duke folur rreth këtyre netve, për arsye se vlera është shumë e madhe. E kam përmend duket më herët shumë shkurtimisht një element për të cilin sonte në lejen e Zotit ma shumë ka vendosur me folë pak ma gjatë deri në momentin e ezanit. Shumë njerëz në jetën e kësaj bote diskutojnë për ditën më të mirë të jetës tyre, ditën më të mirë që e kanë jetën e vetë. Dikush thotë për shembull dita më e mirë e jetës së është kur kum diplomuar. Dita më e mirë dikush tjetër thotë kur e fillon lejen e kerrit për shembull. Jam di më së miri, jam knoç, jam di gëzuar. Kur besimtari e ka ditën e jetës vetë e veçuar. E kena pas para disa ditëve datën e luftës Bedrit. Dita më e mirë për ta, ose dita e jetës së tyre ka qenë kur pas luftës ka ardhur ajet kuranor. Ka ardhur në hadithe që Zoti i Madhëruar e lajmëroi Muhamedit alayhis salam dhe i tha për krejt ata të cilët kanë marrë pjesë në luftën e Bedrit, bani çka doni, jeni të falur. Bani çka doni, e keni xhenetin e sigurt. Normalisht na kena pasur edhe ndërsa edhe më herët, edhe nëse na jena të falur, na nuk e adhurojmë Zotin veç për shkak gjunaheve. Na adhurojmë Zotin se e dojmë. Po dita jetës së tyre ka qenë momenti kur ata krejt gjunahet ju kanë falur. E dita jetës sonë do duhet të ishte dita kur ne e arrim faljen e mëkateve prej Zotit Madhëruar. Ndoshta janë disa punë shumë të vogla, edhe në Islam zakonisht kështu është. Me pak punë të shpërblejë shumë. Është përmend ajo gruaja e cila nuk ka qenë ndershme, e cila i ka dhënë ujë një qenit në një transmetim një monceje edhe e ka fitur xhenetin. Tash ti, nëse analizon dita jetës tonë, është ajo ditë kur ti e arrin notën e katërt, duke adhuruar Zotin, duke e fol namazin, duke agjëruar, duke bën sadat, duke lexuar Kur'an. Pse? Për arsye se pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam na ka treguar edhe në Kur'an Zoti një sure e ka shpallur me emrin El-Qadr. Veprat që i bojna në këtë natë janë sa me vlerë më shumë se sa 1 minutë. E kena përmend shpesh 1 minutë është me bomi përkthy 83 vite e diçka. Një lexim i ajetit kuranor sa 83 vjet me lexuar Kur'an. Një sadak që e jep ti sa 83 vite me dhënë sadak. Një agjërim që e bën sa 83 vite agjërim. Çdo vepër e mirë sa më shumë se 83 vite. Se aty ka Kur'an më shumë se 1 minutë. Po na bëjmë një vite minimale. Ajo është më shumë se aq. Prandaj duhet me mundu që këtë natë veçantë me na qejtë Zotit nuk e adhuruar. E kjo natë është në njërën nga 10 natët e fundit të Ramazanit.
përqëndrimi të netët të duhet jenë prej se cilit prej nesh. Edhe përqëndrimi i notës 27, që shumë nota e kadrit që sinjalizohet me shumë gjatë që është nota e kadrit, normalisht duhet me i vonë zorë besimtari me bo vepra të mira. Por e sakta është që është 10 e fundit dhe nuk e ti kush sakt se kur është. Nëse 1% vesh koti lima se kështë është bashkë notën e 27, atëherë ti merret sigurta. Cila është e sigurta? 10 e fundit është e sigurta. Atëherë 10 e fundit të angazhohemi këto ne se cilën natë. E qysh mu angazhu besimtarin këto ne? E përmendur në adhurim, me namaz, me agjerim, me sadak, me lexim Kur'anit, me dhikr përmendje të Zotit. Pastaj me bo dua. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na i ka mësuar një dua e cila është e veçantë për natën e kadrit. Dhe Aisha, nana e besimtarëve, i ka thonë pejgamberit alaihi salam, çka mu lutone, se dua çdo herë është mirë me bon, por këtë natë çfarë doje me bon? Pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam ka thonë, thuaje të dua. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. O Zot i madhëshëm, ti je falës, e don faljen, më fal mua. Lutja e notës së kadrit. Kjo lutje duhet më na shoqëru neve këto natë. Çdo herë, sidomos në të 10 e fundit të Ramazanit, o Zot i madhëshëm, ti je falës, e don faljen, na fal neve. Pastaj pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam ka thonë hadith, e kena përmend, ka thonë kush e agjeron Ramazanin duke besuar Zotin dhe duke shpresuar në shpërblimet që rrjedhin gjatë agjerimit, folën drejt mëkatit. Pastaj ka thonë kush folet Ramazan duke besuar Zotin dhe duke llogaritur shpërblimet që rrjedhin prej faljes muajin e fundit të Ramazanit, folën drejt mëkatit. Dhe enkas për natën e kadrit ka thonë, kush adhuron Allahun në natën e kadrit, kush folet në natën e kadrit, duke besuar Zotin dhe duke e shpresuar shpërblimin që rrjedh gjatë adhurimit në këtë natë, i folet prej mëkatit. Për këtë Ramazanin, ka thonë hadith veçantë, ama për natën e kadrit e ka specifikuar. Veç që të natë të folet prej mëkatit. Kjo natë është 10 e fundit. Duhet më mundu sa më shumë pra me bo dua, me bo lutje. Mos me pos përqarje. E kena përmend hadithin që thot Zoti i madhëshëm i fol krejt për pos atyre që griten me svetin, irnuën, hasmuën, përqarën me svetin. So për përkujtim se e keni dëgju edhe prej hoxhallarëve, kjo nota e kadrit që nuk dihet sakt kur është për shkak të saj, për shkak të çdo gjënë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Xhibrili ja tregoi kur është nota e kadrit. Sakt. Kur i tha një herë se do ishin e fundit, pastaj natën tek, pastaj edhe në çelën natë, sakt. Kur doli pejgamberi alaihi salam ju tregu sahabëve kur është, i po disa duke u ngrit me zvetin. Edhe e harroi sakt kur është. Krejt që ka i metë në men është dhejshën e fundit, në të tek, deri diku ju kujtu edhe, e harroj saktë cila është nota e kadrit. Kur është saktë cila nota? Pro, çka do me thonë nëse na përqohemi me zveti. E na muslimat për detina nuk e përqohemi. Për detina nuk pas të lashe, me zveti. Sepse me ata që janë kundër Islamit ku e dinë, por na nuk po kena ku me morë me ata, duke morë me zvete. Vetë qene Facebookin, filan kuqa është një deviju, filan personi ka deviju, e moni këtë ka ben devijoj. Me qëtu mirë në musliman? E të të sotit fatkesisht, do shta ime edhe na pjesë e tyre, o gjëllohë, me qëti po me, nëse shkrive, nëse një rrugje pa një
na japojnë replikën ati. Nëse një pabesimtar, një gazetar ateist, bën një replikë, full diçka kundër, si bojmë replikë ati. Ma shumë na intereson një goqës një repliku. Duke u marrë me që duhet, na e humbëm natën e katërt. S'ta mundëson Zotin e rritë natën e katërt. Duke u marrë me përkujem, duke u marrë me gjunave, s'ta mundëson Allah. Prandaj këtu ne, me ata që i jetu shumë, mundohu me u pajtu. Me ata që i pajtu shumë, mos ujno, mos debato. Mundohu me bo vepra të mira në këtë natë bekume. Mundohu me adhuru Zotin. Mundohu me u afru të Zoti manushëm. Mundohu me u përmisu. Duhet agjerimi me ndiku që na me u përmisu, mu bo ma të mirë. Me ndryshu, na musliman duhet me ndryshu për të mirë. Me u bo shembull i mirë. Ju kur diskuton dikush me thonë kohë këta musliman. Se jemi shembull i keq, sepse jemi të morë me disa qëra që s'na takojnë dhe i na filon qëra që na takojnë. Qëra që duhet me u morë me tu, jena duke i lanë. Qëra të cilat s'duhet me u morë, për ka tregu Zoti që leni këto qëra na pikërisht me qato mire. E kjo e mund bereqeti. Elhamdulillah, këtë Ramazan, se cila qami po të regojnë e vëllëgjallar për lejë e ndryshëm. Vrehet që është shtu gjematin, elhamdulillah. Ne duhet me u krenu me këta, për deri sa të tjiret u krenuhen me loj foto, kafenete në bushura, disko, klubet notës në bushura, 3 nivel, krenohën edhe jo, që gjamiat janë plot. Krenohën. E di që fetaria duhet më bon për Zotin e manushëm, sa ma fshet. Por këtu, mund me ndiku, e kanë një ndikim të mirë, mu krenu që jena plot, mi tregu botës që jena plot. Shpesh nga përqeshin, jo qka folë një pak, me emën veç janë musliman, 90% që dojna, 95% në Kosovë, apo pak janë që folë. E vërtet është na do të mu folë ma shumë përqindje, por të agjerimi e vrejmë që nuk jena dhe pak. Elhamdulillah janë nuk agjeru shumë. Edhe këto na do të me potencu me të mome, edhe mu krenu. Elhamdulillah. Por, fatkeqësia është nëse ne pas Ramazanit kthehemi aty ku kemi qenë. Jo, ne jemi përmisu, do të me bashku me atë. Duke qenë të mirë, duke qenë përmisushëm, duke qenë njerëz që adhurojmë Allahun e manushëm, duke qenë njerëz që i gjindemi në nevojë tjetër. Pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nëse dikush ja largon një breng, një besimtar, i ndihmon dikujt diçka, i gjindesh në nevojë dikujt diçka, Allah nuk kënaqet me një shpërblim tjetër përpos duke ja dhënë xhenetin. Nuk e besoj që ka një njeri në këtë botë që ka ndihmu dikujt diçka, ju ka gjindë në hallet e dikujt, në problemet e dikujt, ja ka lehtësu dikujt në një çështje e që nuk është di lumtur. Allahu e vendos në Allahu tha, nuk naqët ta ja dhënë xhenetin. E kur ta jep xhenetin, ti vetë një shpërtnesh mirë. Shpërtnesh mirë s'ma i tërësun. Ko flot njerë që tregojnë që i kum ndihmu dikujt na diçka shumë pak ndoshta. 2-3 javë janë di lumtur. Mush, bateria ti ka mush. Për shkak që i ka ndihmu ati. E fundit, me këto po du me përfundu, djetarët islami ka përmendë dhe vitin e kaluar, ka thonë me unanimitet, pas një përjashtim, nëse një person veç një herë njëtën e vetë e arrim natën e 4 duke adhuru Allahun e manushëm, duke lexu Kur'an,
duke dhënë sato, duke dhënë veç njëherë jetën e vetë, nëse e ka mri natën e Kadrit, do t'i mjaftoj ati për me një qëtë. Prandaj, nata e Kadrit është në këtu jetë natët e fundit. Inshallah jemi për atyre që e arrim natën e Kadrit. Këtë herë edhe shumë herë tjera. Dhe pastaj arritja e kësaj i vjen se kemi arritje të Allah më i mëson. Të kulli qawli hadha astaghfirullah li wa lakum.